Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Vëllezër, besimtar e besimtare, ju uroj fillimisht këtë muaj të begat të Ramazanit, e lutim Allahun azza wa jalla që ta pranoj agjerimin e ditës, e ta pranoj namazin e natës, e lutjet tona, e duat tona të na bashkojnë xhenetin amshushëm. Motra e vëllezër, Allahu xhalla xhelaluhu ka veçuar muajin e Ramazanit jo vetëm me agjerimin e ditës, por e ka veçuar edhe me vepra dhe punë të tjera. Prej veprave dhe punëve të cilat shtohen vetëm gjatë muajit të Ramazanit është edhe namazi i teravive. Namazi i teravive është namaz sunnet i cili nuk falet jashtë muajit të Ramazanit. Pra është një namaz i shtuar sunnet i cili kohën e tij e ka pas namazit yacis dhe deri në agimin e ditës, namaz i cili është sunnet tek të gjithë methebet. Namazi i teravive është quajtur teravi sepse sahabët i kanë falur namazin e teravive nga 4 rekat dhe mas çdo 4 rekatshi kanë pushuar. Dhe prandaj është quajtur terawih, pra diçka që nënkupton pushimin pas çdo 4 rekateve namaz. Pushimi i cili ka qetësuar zemrat e tyre dhe i ka mbushur ato me iman. Shpeshherë kur vjen Ramazani mes besimtarëve, shtohen polemikat, mbase edhe debatet për numrin e rekateve të teravive. Tek të gjithë methebet, tek të 4 methebet, por edhe tek dietarët e jashtë 4 methebeve si Sufjan e Thauri, Ibn Uyeyne, El Amesh apo të tjerët, janë dakord që namazi i teravive është 20 rekat. Edhe 3 rekat pasohet nga namazi i vitrit. Namazi i teravive në 20 rekat është një namaz i cili është falur nga pejgamberi alayhis salatu wassalam. Dhe pejgamberi alayhis salatu wassalam e ka falur 8 rekat teravit dhe 3 rekat namazin e vitrit. Por pejgamberi alayhis salatu wassalam nuk i ka falur të gjithë namazet e teravive për 30 net në xhami. Pejgamberi alayhis salatu wassalam, siç transmetohet në hadith ke Buhari dhe ke Muslimi, ka dalë një natë prej netëve të Ramazanit, dhe thuhet ka qenë nata e 3 e Ramazanit, dhe ka dalë pejgamberi alayhis salatu wassalam në xhami për të falë namaz. Dhe kur ka dalur në xhami, kanë qenë në xhami disa prej besimtarëve dhe janë lidhur në namaz pas pejgamberit alayhis salatu wassalam. Kështu që natën e dytë e kanë marrë vesh shumë besimtarë të tjerë që pejgamberi alayhis salatu wassalam po falet. Dhe duke u falur, janë mbledhur më shumë besimtarë. Dhe janë mbledhur sa që është falur pejgamberi, siç transmetohet, deri afër mëngjesit. Pra një namaz të gjatë nga pas yacis deri afër mëngjesit. Dhe në natën e 3 pejgamberi alayhis salatu wassalam nuk ka dalë. Besimtarët e kanë pritur pejgamberin alayhis salatu wassalam sa që xhamia është mbushur plot, por ai nuk ka dalë. Kur ka dalë të nesërmën për namazin e sabahut, ju ka thënë, unë kisha frikë se po të dilja dhe mbrëm, ndoshta do të konsiderohej si namaz farz i obligueshëm, e ju nuk do ta mbanit atë, ju nuk do të kishit mundësi që ta falnit atë, dhe prandaj nuk dola, dhe nuk ka dalur më pejgamberi alayhis salatu wassalam, kështu që namazet janë falur veçmas ose në grupe të vogla, secili prej tyre në mënyrë individuale, duke falur këtë namaz deri në kohën e Omerit radiallahu anhu. Kur Omeri ishte prijës i besimtarëve, udhëheqës i besimtarëve, ai i pa besimtarët që faleshin grupe, të veçuar. Një pjesë e njerëzve ishin në një anën të xhamisë e një pjesë në anën tjetër. Dhe Omeri i mblodhi besimtarët dhe i vendosi që të faleshin pas Ubejit radiallahu anhu dhe të falin 20 rakate namaz. Dhe kështu vazhduan gjatë kohës së Omerit.
Kur erdhi Uthmani, transmetohet se Uthmani ka falur 36 rekate namaz. Dhe për këtë e ka marrë përsipër Imam Maliku duke treguar dhe duke thënë se një prej thënieve të Imam Malikut, pra sepse Ebu Hanifja, Imam Ahmedi, Imam Shafiu thonë që teravit janë 20 rekate, kurse Imam Maliku ka një thënie 20 rekate si 3 imamlarët e tjerë, dhe një thënie ka që falet 36 rekate. Ndërsa kur erdhi Aliu radiallahu anhu khalife, vendosi përsëri që të faleshin 20 rekate namaz, dhe madje një natë kur shkojnë xhami, transmetohet se Aliu radiallahu anhu arda ka thënë, thot Allahu ja bëv dritë varrin Omerit, ashtu si që i bëri dritë xhamit tona duke u ndriçuar me namazin e teravive. Ky namazi teravive ka një rëndësi të veçantë, i cili të ndiqet suneti i pejgamberit alayhis salatu wassalam dhe suneti i khulefave rashidin, siç thot pejgamberi alayhis salatu wassalam në hadith, që thot aleikum bi sunnati wa sunnati al-khulafai ar-rashidin al-mahdin min ba'di. Thot ju duhet ndiqni sunetin tim dhe sunetin e khulefave të ndershëm, të atyre që do të vinë pas meje. E khulefat e ndershëm e kanë shtuar namazin më shumë rekate, por e kanë shkurtuar leximin e Kur'anit, jo ashtu siç ishte leximi i Kur'anit të pejgamberit alayhis salatu wassalam. Por në anën tjetër, ky shkurtimi i leximit të Kur'anit shtoi numrin e rekateve për t'u lehtësuar xhamatit dhe për të bërë njëkohësisht dhe hatmen e Kur'anit, duke bërë atë për 30 net Ramazan në 20 rekate nga një faqe që të bëjë hatme e plot e namazit të teravive. Por Imam Ahmedi, si që transmeton Ibn Kudame el Magdesi në Mughni, thot se Imam Ahmedi e ka preferuar që të falet me imamin. Madje thot Ibn Kudame, thot kjo është edhe ixhmai i sahabëve radiallahu anhum arda, pra mendimi unanim i tyre. Jo vetëm kaq, por Ibn Kudame el Magdesi përmend se Imam Ahmedi ka thonë unë preferoj që të fale me imamin derisa të largohet, dhe ka përmendur hadithin e Ebu Dherrit radiallahu anhu arda, i cili transmeton se pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thënë kush falet me imamin derisa imami të largohet, ai ka shpërblimin e namazit të natës. Ka shpërblimin sikur është falur gjithë natën. Ti e falur me imamin 1 orë, 40 minuta, 50 minuta derisa imami të largohet, e ke marrë shpërblimin e plot. Vlla besimtar, motër besimtare, mos neglizhoni në këto 30 ditë të Ramazanit. Mos neglizhoni që t'ju shkojnë dhe t'ju largohen shpërblimet e namazit të natës. Ti ndoshta pushon duke fletur gjumë, por namazi i teravive bën që ti të marrësh shpërblimet e Allahut xhelle xhelaluhu, e të kesh shpërblime të shumta tek Allahu xhelle xhelaluhu. Dhe për këtë ishte interesi dhe kujdesi i pejgamberit alayhis salatu wassalam, i cili gjithmonë namazin e natës e ka falur në shtëpi, por gjatë muajit Ramazanit doli në xhami për t'i mësuar besimtarët që të faleshin, dhe doli dhe i fali disa net prej neteve të Ramazanit, me qëllim që besimtarët ta ndjeknin rrugën e tij, dhe kjo tregon interesin dhe shpërblimin e madh që Allahu jep për ata të cilët falen gjatë Ramazanit. Madje vetë profeti Muhammed alayhis salatu wassalam ka theksuar në hadith, i cili thot: "Men qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Ai cili e fal Ramazanin, ai cili falet gjatë Ramazanit me iman të sinqert, duke e llogaritur shpërblimin tek i madhi Allah, ati do t'i falen gabimet që kanë kaluar që të gjitha. E dietarët në shpjegimin e këtij hadithi, Imam Nawawiu e dietarët të tjerë si Ibn Hajar el-Asqalani e kanë përmendur se ky hadith flet për namazin e teravive gjatë muajit Ramazanit. Pra namazi i teravive i cili ka shpërblime të shumta, është ai namazi i cili është gjatë muajit Ramazanit, e Allahu xhelle xhelalu e ka bërë që këto shpërblime të jenë të shumëfishta, që besimtarit t'i shkruhen shpërblimet dhe sevapet, që ai të fitoj kënaqësinë e Allahut në këto 30 ditë të Ramazanit, jo vetëm me agjërimin e tij, por edhe me namazin e tij, por edhe me lutjet e tija, por edhe me sadakan e tij, e me çdo vepër me cilën e afron atë ka Allahu xhelle xhelaluhu. Prandaj vëllezër besimtar, motër besimtare, mos e bëjmë Ramazanin muaj të debatit, por muaj të adhurimit, muaj të ibadetit, muaj të namazit, muaj të lutjes, muaj të tolerancës, muaj të faljes. Allahu na i falt gabimet e gjunat tona. Allahu na bëft prej banorëve të xhenetit e Ramazan të pranueshëm. E inshallah Allahu na shkruan neve prej atyre që na bën prej banorëve të xhenetit të amshueshëm. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Allahu.